6 idetë më të mira për të hapur biznes janë mbështetur financiarisht nga Agjencia për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë. Biznes planet më të mira të mbështetura nga Kiesa me qëllim të fillimit të biznesit të tyre janë: vendi i parë në vlerë 5.000 euro Happy Fit, 2 vendet e dyta në vlerë me nga 2.500 euro Liber dhe Outdoor, ndërsa 3 vendet e treta në vlerë me nga 1.000 euro E-Librat, DM Solution, Piktik. Dhurata Kamberi fituese e çmimit të parë në vlerë prej 5.000 euro me biznesin Happy Fit, poli për këtë projekt, pjesët të cilës janë 4 vajza. Ne si ekip kemi pas idenë për krijimin e një aplikacioni i cili e bën skanimin e komës dhe në bazuar nga ai skanimi i komës, pastaj sugjerohen për juve kpucat më të përshtatshme. Në anën tjetër, Besian Mustafa, drejtori i përgjithshëm i Kiesa, tha se kanë zgjedhur këtë formë të ndarjes së mjeteve që të stimulohen të rinj që të krijojnë biznese. Kuadër të Startup Weekend me nda dhe disa shpërblime financiare që këto biznese pastaj të kenë edhe aspektin financiar, një mbështetje që me mujt me fillu këto kompani pak ma lehtë, pak ma thjesht. Ndërsa Shpen Lila nga ICK, tha se pjesë e ICK-s janë këta të rinj, të cilët sipas tij janë njoftuar në hollësi për krijimin e bizneseve. Përveç granteve që janë shumë të nevojshme për ekipet ose biznese startup, për këta ka qenë shumë e rëndësishme që prej Startup Weekendit për grantet janë njoftuar si hapet biznesi, si hapet llogaria bankare, cilat janë dokumenta që duhet, kështu që ka qenë një proces i mësimit edhe për këta si biznese. Gjithsejt kanë aplikuar 13 ide për të hapur biznes, nga të cilat janë përzgjedhur 6 më të mirat.